Pogradeci ka çelur zyrtarisht sezonin turistik me aktivitete festive, muzik, panaire dhe sporte që sollën gjallëri në qytet. Pritet një rritje e ndjeshme e numrit të turistëve këtë verë, fal promovimit dhe interesit në rritje për qytetin, ndërkohë janë marrë të gjitha masat për mbarvajtjen e sezonit duke garantuar siguri, pastërti dhe shërbime cilësore për vizitorët. Kemi punuar qysh nga fillimi i vitit për sezonin që po vjen, sezonin veror. Besoj që gjithë qytetarët që vinë shqiptar, po edhe të huaj, këtu do të gjenë një ambient shumë të dashur dhe do ndihen si në shtëpinë e tyre. Operatorët turistik në Pogradec janë të angazhuar për të ofruar një sezon të suksesshëm, me akomodim cilësor, kuzhinë tradicionale dhe shërbime të përshtatura për çdo vizitor. Patjetër që i kemi marrë të gjitha masat, jemi në pritje të gjithë vizitorëve si tuaj ashtu dhe vendas. Deri tani kanë qenë rezultate shumë të mira lidhur me rezervimet për sezonin turistik. Pritshmëritë janë të mëdha, duke qenë se jemi bujtina e parë hapur në zonën e Mokrës, interesi ka qenë shumë i madh, si nga vendas dhe tuaj. Shpresojmë që do jetë diçka shumë e mirë. Fal natyrës së mrekullueshme, atmosferës relaksuese dhe ofertës turistike të larmishme, Pogradeci mbetet një nga destinacionet më tërheqëse të juglindjes shqiptare.